Zebra e quajtur Mari ecte ngadalë përgjatë savanës, me këmbë të sigurta dhe vështrim vigjilent, ndërsa këlyshi i saj i shqetësuar, tano, ndiqte çdo hap pranë saj. Ajo po e mësonte të dallonte aromat e tokës së thatë, erën e barit të djegur nga dielli dhe shenjat e rrezikut që savana fsheh për ata që nuk janë të vëmendshëm. Mari nuk e linte kur lojën e tij të shkonte shumë larg, çdo hap i tanos ishte nën syrin e saj mbrojtës. Çdo mëngjes, ata ecnin përgjatë shtratit të thatë të lumbes, një lum që dikur kishte qenë i gjallë, por tani ishte vetëm një shtek balte të fortësuar. Sipërfaqja e lëmuar e argjilës së vjetër pasqyronte qiellin e kuqërem të agimit, duke e bërë savanën të dukej sikur po digjej në heshtje. Tano e donte erën e pluhurit të ngrohtë, zhurmën e rrallë të ujit që lëvizte në çarjet e tokës dhe cicërimat e pandërprera të cikadave që mbushnin ajrin. Një mëngjes përvëlues i shtyr nga kureshtja dhe gëzimi i rinis, Tano u hodh pas disa fluturave shumë ngjyrëshe. Ai vrapoi drejt një xhepi uji me hije, në këmbët e një kresh shkëmbore, ku sipërfaqja dridhëse e ujit të turbullt pasqyronte qiellin blu të zbehur. Mari ngriti kokën, por për një çast e humbi këlyshin nga sy. Kur kuptoi se Tano nuk ishte më pranë saj, zemra e saj rrahu më fort. Ajo ndoqi menjëherë gjurmët e buta të thundrave, duke dëgjuar zhurmën e rënd të baltës që thithte ajrin në breg. Kur pa këlyshin duke luajtur pranë skajit, Mari u ngut drejt tij, shumë shpejt, shumë pa kujdes. Këmbët e përparme i rëshitën. Trupi i saj i madh u fundos rënd në lutz. Balta e trash u mbështoll rreth barkut dhe kofshëve të saj si pranga të gjalla. Çdo përpjekje për t'u çliruar e tërhiqte edhe më thellë. Tano u ngrir mbi një ledh të thatë, sytë i ishin zgjeruar nga frika dhe klithma e tij shpërtheu si një tingull i holl, i dëshpëruar. Mari hungëriti, u përpoq të kthehej, por balta nuk lëshonte. Disa zebra nga tufa e dëgjuan rrëmujën, dolën nga pas akacieve dhe vështruan skenën për një çast. Pastaj u tërhoqën. Instinkti për të shmangur rrezikun ishte më i fortë se çdo ndjenjë tjetër. Dielli u ngrit më lart, duke derdhur vapë të pamëshirshme mbi sipërfaqen e qetë të kënetës. Ajri u bëi rënd, i ngjitshëm. Nëna dhe këlyshi mbetën vetëm. Koha u shtri ngadalë, ashtu si balta që e mbante Marian të lidhur. Frymëmarrja e saj u bë e vështirë. Qepallat ju rënduan nga lodhja dhe dëshpërimi. Tano vraponte përgjatë bregut, pa ditur çfarë të bënte. Zëri i tij thyej në britma. Etja e dogji dhe ai piu disa glënjka të nxituara nga uji i turbullt, pastaj u kthye te nëna e tij. Mari e kuptoi se sa më shumë të luftonte, aq më thellë do të fundosej. Ajo ndaloi së lëvizuri. Thjesht e pa këlyshin e saj, sikur po i përcillte një lamtumir pa fjalë. Era sillte aromën e argjilës së lagur, barrave që kalbeshin dhe gumëzhimën e insekteve. Gjithçka ishte e mbushur me një trishtim të heshtur. Tano u shtri në rërën e ngrohtë, mbështeti kokën mbi këmbët e holla dhe sytë e tij, që shkëlqenin nga lotët, ishin plot lidhje dhe pa fuq. Mari puliti sytë ngadalë, sikur po përpiqej ta qetësonte, dhe i mbylli. Atëherë, nga larg, ndodhi një mrekulli. Një zhurmë e ulët motori u përhap mbi fushë, duke ngritur një re pluhuri. Tano u drodh, ngriti veshët dhe ndjeu se shpresa mund të ishte afër. Një kamionçin u shfaq mbi kodër. 2 roje po ktheheshin në postin e patrullës. Tano vrapoi drejt rrugës me dhe doli përpara automjetit duke u dridhur, por i vendosur. Vështrimi i tij u ngul drejt xhamit të përparm. Shoferi frenoi fort. Roja tjetër hapi derën dhe pa përreth, nuk kishte tuf, vetëm këlyshin e vetëm. Shoferi pohoi me kokë, por Tano tashmë po vraponte përpara, duke i udhëhequr. Dhe për herë të parë që nga momenti kur Mari ishte fundosur, ajri i savanës u mbush jo me dëshpërim, por me shpresë. Ajo po i shikonte vazhdimisht nga pas. Atëherë ata e kuptuan, këlyshi i zebrës donte që ta ndiqnin. Kamionçina filloi të lëvizte ngadalë, duke ndjekur gjurmët e freskëta në dhe. Mes shkureve të rralla, u shfaq kënetëzimi. Në mes të lucës së errët dalloi koka e Marit. Rojet shkëmbyen një vështrim të shpejtë dhe menjëherë vlerësuan dendësinë e tokës, drejtimin e erës dhe rrugën e mundshme të tërheqjes. Vendimi u mor shpejt, do ta shpëtonin, por me kujdes maksimal, sepse grabitqar mund të ishin pranë. Njëri hapi pjesën e pasme të kamionçinës dhe nxori një kuti me shigjeta qetësuese, litar të trash dhe rripa të gjerë. Tjetri nxori mburoja druri, një lopatë të palosshme, hunj metalik dhe vendosi një shenjë paralajmëruese për çdo rast. Çdo lëvizje ishte e matur, e heshtur, e koordinuar. Së pari duhej qetësimi.
Një shigjet u lëshua dhe goditi shpatullën e zebrës në një këmbë të sigurt për të shmangur panikun dhe dëmtimet. Ata pritën disa minuta duke vëzhguar frymëmarrjen e Marit teksa bëhej më e rregullt, më e thellë. Pastaj u dha sinjali për hapin tjetër. Mburojat prej druri u shtruan njëra pas tjetrës duke krijuar një shteg të qëndrueshëm mbi Luc. Tano u ul në skaj, sytë e tij nuk u larguan asnjë çast nga nëna. Her pas here, ai kthente vështrimin nga njerëzit, sikur njëkohësisht t'u lutej dhe t'u besonte. Njëri nga rojet siguroi litarin, e përdori si parmak dhe hodhi hapin e parë mbi mburoj. Balta u drodh lehtë, por nuk e thithi më këmbën. Nga distanca e sigurt, shoferi vëzhgonte, gati të sinjalizonte nëse diçka ndryshonte. Ripi u rrëshit me kujdes nën kraharorin e zebrës, duke shmangur qafën për të mos shkaktuar dëmtime. Nyja u lidh fort. Rojet shkëmbyen shenja të shkurtra me dorë. Tensioni u monitorua me kujdes. Fundi i litarit u fiksua te grepi i tërheqjes së kamionçinës. Motori u ndes me një gërhim të ulët. Rrotat filluan të lëviznin ngadalë. Litari u shtrëngua. Në fillim, asgjë nuk ndodhi. Pastaj, me një zhurmë të lagësht, trupi i Marit u zhvendos paksa. Balta u përpoq ta mbante, por rripat shpërndan peshën. Kamionçina avancoi edhe disa centimetra. Tensioni u rregullua sërish. Njëri nga rojet u ul, vështroi këmbët e zebrës dhe sinjalizoi të vazhdonin. Një tërheqje tjetër, e qëndrueshme, pa nxitim. Këtë herë, kraharori i Marit doli më lart. Ajri rreth saj u mbush me aromën e argjilës së çliruar. Tano u ngrit në këmbë. Ai lëshoi një tingull të ulët, të dridhur, sikur po i fliste nënës së tij. Veshët e Marit lëvizën. Qepallat i pulitën. Qetësuesi e mbante të përmbajtur, por jeta ishte ende aty, e fortë. Rojet ndalën për një çast për të mos e stresuar. Pastaj vazhduan, duke e ndryshuar këndin e tërheqjes për të shmangur thithjen e kënetës. Mburojat u zhvendosën përpara, duke zgjatur shtegun. Njëri nga rojet nguli hunj metalik në tokë të fortë për të krijuar pika sigurie. Era solli një zhurmë të largët, një shenjë e mundshme e grabitqarëve, por asgjë nuk u afrua. Shoferi mbajti motorin në rrotullime të ulta, gati për çdo reagim të shpejtë. Me një përpjekje të fundit të koordinuar, litari u shtrëngua gradualisht. Trupi i Marit u çlirua nga Luca me një tingull të rëndë. Këmbët e pasme dolën, pastaj të parat. Ajo u rrëshit mbi mburoja dhe u shtri mbi tokë të fortë. Tërheqja u ndal menjëherë. Rripat u liruan me kujdes. Njëri nga rojet kontrolloi frymëmarrjen, pulsin, reagimet. Gjithçka ishte stabile. Tano vrapoi drejt saj dhe u ndal pranë kokës së nënës. Ai e preku me hund, but, me kujdes, sikur të kishte frikë se mos e humbiste sërish. Mari lëshoi një frymëmarrje të thellë. Syt ju hapën ngadalë. Ajo e pa këlyshin e saj. Një qetësi e thellë e mbushi skenën. Rojet u tërhoqën disa hapa mbrapa, duke respektuar hapësirën e tyre. Qetësuesi do të shuhej gradualisht. Ata hoqën shenjën paralajmëruese, mblodhën pajisjet dhe u përgatitën të largoheshin. Para se të hipnin në kamionçin, njëri prej tyre u kthye edhe një herë. Tano po qëndronte pranë Marit si një roje e vogël, e palëkundur. Kur motori u ndes dhe pluhuri u ngrit lehtë, savana dukej ndryshe. Jo më një vend i heshtur dëshpërimi, por një hapësirë ku guximi i një këlyshi dhe vendosmëria e njerëzve u takuan. Dhe ndërsa kamionçina u zhduk pas kodrës, Mari u përpoq të ngrihej. Tano ishte aty. Këtë herë, ata nuk ishin vetëm. Si një litar i shtrënguar me durim, tërheqja vazhdoi pa nxitim. Trupi i Marit u çlirua më në fund nga kapja ngjitse e kënetës dhe u zvarrit ngadalë drejt bregut, duke lënë pas një brazë të thellë në baltë, si një plagë e hapur mbi tokë. Luca u shpërnda në spërkla, duke mbuluar mburojat dhe çizmet e rojeve, por lëvizja nuk u ndal derisa zebra arriti më në fund në tokë të fortë. Ajo mbeti shtrirë, e palëvizshme. Frymëmarrja ishte e dobët, por e rregull. Tano ju afrua me hapa të kujdesshëm, e preku faqen e saj me hund, u stru pranë saj dhe u shtri për krah, pa ja hequr syt asnjë çast. Ishte një qëndrim i heshtur, por plot kuptim, një roje e vogël që refuzonte të largohej. Rojet morën kanistrat dhe spërkatën ujë mbi trupin e Marit, duke shpëlar baltën e ngjitur që i rëndonte lëkurën. Uji rëshiste mbi vijat e zeza dhe të bardha, duke zbuluar përsëri modelin e njohur që savana kishte gdhendur mbi të.
Ata kontrolluan frymëmarrjen dhe pulsin, regjistruan të dhënat me kujdes profesional, por me një respekt të dukshëm për qetësinë e momentit. Pranë saj u vendosën fruta të freskëta dhe një tufë bari të thatë, jo vetëm për të ushqyer, por edhe për të sjellë një aromë të njohur, qetësuese. Ishte një gjest i thjeshtë, por i menduar mirë, për të lidhur nënën dhe Këlyshin me ndjenjen e sigurisë. Pas një vështrimi të fundit rreth e qark, për të siguruar se zona ishte e qetë, rojet u kthyen te kamionçina. Ata lanë dritaret hapur dhe u ulën brenda, duke vëzhguar nga larg pa ndërhyrë. Dielli filloi të zbutet, duke humbur ashpërsinë e mesditës. Një erë e freskët kaloi mbi fushë dhe e gjithë skena u mbush me një qetësi të rrallë, pothuajse të shenjtë. Minutat kaluan ngadalë. Frymëmarrja e Marit u bë më e thellë. Këmbët ju drodhen lehtë, veshët i lëvizën, si një shenjë se trupi po kthehej ngadalë në vete. Ajo mori një frymë të gjatë, qepallat i dridhen dhe u hapën. Vështrimi i saj u ndal tetano. Këlyshi zgjati qafën dhe i lë piu hundën. U dëgjua një hungërim e butë, e ulët. Sikur e gjithë fusha të merrte frymë bashkë me ta, savana u gjallërua pas vapës. Zhurma e insekteve u bë më e qartë, era lëvizi barrat e thata dhe drita mori një ngjyrë të ardhë. Mari u përpoq të ngrihej. Fillimisht me hezitim, pastaj me më shumë siguri. Ajo shkunte krifën, nuhaste përreth, duke u siguruar se nuk kishte rrezik. Sytë e saj vëzhgonin horizontin, instinkti i vjetër i mbijetesës i rikthyer. Rojet shkëmbyen vështrime dhe buzëqeshën. Nuk kishte më nevojë për ndërhyrje. Mari u përkul drejt Tanos dhe i lë piu qafën me vija, duke thithur aromën e tij. Ishte një gjest qetësimi, një premtim i heshtur se gjithçka kishte kaluar. Ndërsa dobësia po zbehej, ajo vuri re ushqimin e vendosur aty pranë. U afrua me kujdes, nuhati frutat dhe barin dhe filloi të hante ngadalë. Tano hëngri pranë saj, her pas here duke hedhur një vështrim drejt kamionçinës, si për të siguruar se njerëzit ishin ende aty. Koha vazhdoi rrjedhën e saj. Hija e kodrave u zgjat dhe drita u bë më e butë. Mari ngriti kokën, shikoi drejt fushës dhe lëshoi një frymë të thellë. Forca po i kthehej. Këmbët i qëndronin më fort. Trupi i saj, që pak më parë ishte rob i lucës, tani ishte sërish pjesë e tokës së thatë. Rojet qëndruan edhe pak në heshtje, duke respektuar ritmin e natyrës. Ata e dinin se prania e tyre ishte e përkohshme. Ndërhyrja kishte mbaruar. Ajo që mbetej tani ishte lidhja e thjeshtë, por e pathyeshme, mes nënës dhe Këlyshit. Kur u përgatitën të largoheshin, motori u ndes lehtë, pa zhurmë të panevojshme. Kamionçina u nis ngadalë, duke ngritur vetëm një perde të hollë pluhuri. Tano ngriti kokën dhe e ndoqi me sy për disa çaste, pastaj u kthye te Mari. Ajo qëndronte e qetë, duke përtypur barin, e sigurt se rreziku kishte kaluar. Savana, që më herët ishte skenë dëshpërimi, tani ishte kthyer në një hapësirë paqeje. Brazda e thellë në balkë mbeti si kujtim, një shenjë e asaj që kishte ndodhur, por edhe e asaj që ishte kapërcyer. Dielli ulej ngadalë drejt perëndimit, duke ngjyrosur horizontin me nuanca portokalli dhe të kuqe. Mari dhe Tano qëndruan pranë njëri tjetrit. Nuk kishte nevojë për lëvizje të shpejta apo tinguj të fortë. Vetëm prania e përbashkët, frymëmarrja që sinkronizohej dhe aroma e savanës që i rrethonte. Në atë qetësi, ishte e qartë se jeta kishte fituar përsëri, jo me forcë, por me durim, guxim dhe një besim të vogël që nuk u shua kurrë. Veshët e Tanos u drodhen lehtë, sikur ai ta kishte kuptuar për herë të parë se njerëzit mund të ishin të mirë. Pas ushqimit, Mari ushtri mbi barin e thatë, mbylli sytë dhe pushoi për disa minuta. Frymëmarrja e saj u bë e thellë dhe e qetë, si një ritëm i vjetër që po rikthehej. Pastaj, me një lëvizje të sigurt, ajo u ngrit në këmbë. Hapi i saj ishte tashmë i qëndrueshëm, plot besim, si një zebre që kishte rimarrë kontrollin mbi trupin dhe instinktet e saj. Rojet e vëzhgonin nga larg me dylbi, duke shënuar kohën dhe koordinatat. Ishte një zakon profesional, por edhe një mënyrë për të nderuar momentin, për ta fiksuar në kujtesë dhe në të dhëna faktike atë që kishte ndodhur. Në barin e thatë, Mari ushtriq, shikoi drejt horizontit dhe hodhi një vështrim kah tufa. Era ishte ende e favorshme, por ajo e dinte se duhej të largohej para se gjithçka të ndryshonte. Nëna dhe Këlyshi u kthyen edhe një herë, vështruan drejt kamionçinës. Sytë e tyre u kryqëzuan me sytë e njerëzve brenda kabinës. Ishte një lidhje e hollë, si një fije e padukshme që bashkonte dy botë, botën e egër dhe botën njerëzore.
Nuk kishte frikë në atë shikim, vetëm një pranim i heshtur. Në kabin, rojet buzëqeshën me lodhje, por me lehtësim të thellë. Ata e dinin se atë ditë kishin qenë në anën e jetës. Nuk kishin kërkuar lavdi, as duar trokitje. Vetëm kishin bërë atë që duhej bërë. Mari nisi të ecte, fillimisht ngadalë, pastaj më shpejt. Tano e ndoqi pranë saj, herë duke ecur, herë duke kërcyer lehtë, si këlyshët që sapo kanë mësuar se bota, me gjithë rreziqet e saj, ka ende vend për shpresë. Vija e tyre bardhë e zi u largua ngadalë në savan, duke u përzier me barin dhe dritën e pasdites. Rojet qëndruan edhe pak, duke ndjekur me sy lëvizjen e tyre derisa u bën vetëm pika të vogla në horizon. Pastaj ulën dylbit. Heshtja mbushi kabinën. Ishte një heshtje e mirë, ajo lloj heshtjeje që vjen pas një pune të bërë drejt. Era solli freski. Dielli po zbriste ngadalë. Savana mori ngjyra të buta, të arta. Brazda e baltës, tashmë e tharë në skaje, mbeti si një kujtim i asaj që kishte ndodhur, një shenjë e rrezikut, por edhe e shpëtimit. Në atë hapësirë të gjerë, ku jeta shpesh varet nga një hap i gabuar ose nga një vendim i marrë në sekondën e fundit, historia e Marit dhe Tanos u bë një dëshmi e vogël, por e fuqishme. Një këlysh që nuk u largua. Një nën që nuk u dorëzua. Dhe njerëz që zgjodhen të ndihmojnë. Kjo nuk ishte vetëm një histori shpëtimi. Ishte një kujtesë se empatia nuk ka kufi specieje. Se guximi mund të vijë nga vendet më të vogla, dhe se ndonjëherë mjafton një vështrim i ndarë mes dy botëve për të krijuar një lidhje që nuk harrohet. Tani, ndërsa Savana rikthehej në ritmin e saj të përditshëm, diku larg, Mari dhe Tano i bashkoheshin tufës. Zhurma e hapave të tyre humbiste mes barrave. Qielli fillonte të erësohej lehtë dhe yjet e parë përgatiteshin të shfaqeshin. Të dashur shikues, çfarë mendoni për këtë histori? A ju preku? A ju bëri të reflektoni për lidhjen mes njeriut dhe natyrës? Ndani mendimet tuaja në komente, dhe nëse ju pëlqeu kjo histori, mos harroni ta pëlqeni videon dhe të abonoheni në kanalin ton për më shumë tregime të vërteta që frymëzojnë. Mirupafshim.